E bukur kjo. E bën në ëmbëlsirë. E madhe fare. O Meri, i kupton këto date ti më gjanë. Kafet për shkakun edhe në kohën tonë. Nuk i kuptoj, po. Unë e kafes. Gazja, një sekond. Kam ty djemi temperamente të ndryshme. I pari është shumë tradicional. Date? Dhe nusja Jo, i pari është tradicional, është martu. Është i martuar që 24 vjeç dhe djali im tjetër qeshte, u bë babak. Ç'është e shike? Si? Ç'është e djem? Ke podcast, Po i tregoj, Gazi. a mere me ata në shtëpi. Problemi që ndron që edhe rinia nuk është faj familje, se unë jam munduar të kem djem të mirë dhe i kam djem, po ambienti shoqëror i prish fëmijët. Edhe shokët e djalit ma i thoshin këtij të voglit, për shembull, u martua vlla jot shumë i vogël. Më thosh mua, ma, të tërë shokët janë martuar. Zemra, do të të vi nusja papaj, më ti, se këto të reja se kuptojnë fare nusja, se kuptojnë fare pajën. Se do pajën e do si l'apartamentin paj. Po, paja e nusës time është tjetë vajzë e mirë. Kujdeset për familjen e vetë. Jetë njeri, më dojë djarin pëse lopë. Nikoqire ku në Facebook. Jo, Nikoqire në familje, për shembull se ne jemi familje tradicionale. Unë jam me fat, për shembull që nusja është... Po pse ta shikosh djalin ti duke bërë punë, do mërzitesh? S'ka ndonjë problem. Jo, unë mërzitem djalin, Jo, të ndihmoj s'mërzitje, po e përse nga shtëpia. Jo. Djali im, po e dishi nusja duhet jetë krau djalin. Stojko, po ta shikosh djalin duke larë robat? Me thënë drejtën këj djali... Po i lanë lavatriqe dhe qatë. Jo, kur thuti po, pas programet e lavatriqes tuk i di. Po mi me mëson se s'është e problem, asu si di. Prandaj bëjnë djemë të shumë. Pse, jo, je totalisht në paregjykim. Nuk bëhen djemt këtë që po nën kupton ti, sepse bën një punë shtëpie. Në qoftë se ti ndihmon partneren, sepse bashkë keni familje. Unë thash, kur s'bën punë, se tha nuk... Jo, nuk e di, i mi të shqitë më të gënjej, doni të gënjej, po gënjej, po... Unë jam për këtë që djalit i bëjt gjitha, dhe vajzat të shplodhe dhe tjetoj bukur. Po, gaz të vranë. Të vranë, gaz të vranë. Qiko, ne kishim këtu, kishim një kolegen e Gjulianës, e cila tha këtë fjali për punë të shpis. Në me dhënë që janë më mirë ata partnerë që bëjnë punë shpije. Janë më mirë se kam, e normal. Qofse kanë mirë kuptim në familje, kanë më shumë edhe mirë kuptim në gjitha gjërat. Tanë jau së murë grupë. Uot qatë të shara kanë bërë shqiptarët. Uot qatë të shara. Po, kanë një të drejtë. Uot qatë të shara. Dhe të nga e di unë. E di se kam parë mesazhet. Ta themi gjë. Uot qatë të shara, valla.